Krejtë ta kopilat të Serbisë e Turqisë janë të nejbo qëtu. Pa e qitë 4 litra benzinë me kolë se kësha lëmë. Popull shqiptar nuk jena harap këtu. E ka flishtu me gjamia ka flishtu. Krejtë afartë Taliban që janë po, krejtë janë po Taliban, kopilat Serbisë e Turqisë tu. Në kam pru këtu qodra pe harave, pe almizve tu, në shekullur, vetëm në orë të nej provokim këtu. Për çka mi prum këtu? Për çka mi leju kur ka disi kjo festë kombëtare, 6 maj është ditëlindja 620 vjetur të Gjergj Kastriutit. Fjallë, regove që kjo ardhë nga jashtë për me festu ditëlindjen e Skënderbeut. Ke marrë prej Australisë për që ditë, për që të festën tonë, për heroin tonë kombëtare. Gjergj Kastriutit në Skënderbeut, i cili ka qenë heroi krumë tonë për shumë. Po ke marrë, po e më zemru, ma se ke marrë tu ku i kena po dhe provokime që na kam bo këtu. Çfarë provokime? Provokime për shumë na kam pru këtu, qodra, pe halave, pe almizve tu, në shekullur, vetëm në orë të nej provokim këtu. Për çka mi prum këtu? Për çka mi leju kur ka disi kjo festë kombëtare, 6 maj është ditëlindja 620 vjetur të Gjergj Kastriutit. Fjallën për panairin e Arabisë Saudite. Për panairin, pse me prum këtë kohë këtu? Këtu vetëm kanë qenë me propaganda politike në këtu. E kjo është arsyeja se ju jeni kaq i zemruar sot? Po jemi zemruar, pa mos që na ardhme një vullnet ma, prej atjet kena ardhen, prej Australisë për shumë, për që në kash për që festë kena ardhen. Po, edhe po mendoni se kjo është një provokim? Provokim është i madhë, është kjo vetëm që morte na ekses të kanë bon, krejtë që ta kopilat të Serbisë e Turqisë janë të nejbo qëtu. Po, apo mendoni se nëse kish me qenë i provokimi t'il kryetari i Prishtinës? Se mos me ko puna që i dhonë paparia tjetër pa e qitë 4 litra benzinë me kolë se kisha lëmë. Po i dhonë provokime me njëherë, jo, ka nona ekses që diçka në këni. Se më najpru këto harapt kërë kanë disun festë e jona, kjo festë kombëtare. Po qka po ju pengon juve panairi Arabisë Saudite? Na pengon për çka me qitu para për mënduar Gjergj Kastriutit. Se s'kanë qu dikun atjetë të pjesë tjera, dikun po bashtu që ka pas festa me qenë. Këtë bashtu ditë kur kanë ditë që unë shtu. Pse milëshu lehen aty kur këna pas në ditë caktume. Edhe kërkujmë nga shteti kësu si 6 maj me qenë festë kombëtare shqiptare për hir të Skënderbeut, Gjergj Kastriutit. Apo mendon që janë të bu mjaftueshëm vendi jonë për ditëlindjen e Skënderbeut? Nuk u të bo kur gjithë asnjë dheshtu nuk i sheh. Krejtë afartë Taliban që janë po, krejtë janë po Taliban, kopilat Serbisë e Turqisë tu. Asnjë dheshtu si ke pas, as kryetar, as ministrës, dikush që të s'ka qenë me marrë pjesë. Tur po ke për këtë, sa gjakë derë për këtë ditë, e sa këtë për shembull marrë njerëzit për ka mësit, e me konë zemrus, këtu për këtë shëshnije për këta vardhëjesë aty, ta var Talibansh, se këtu kanë kopë shteti Taliban dore ka kopë. Këtë janë pagun për Serbisë e Turqisë. Po nëse kishin me qenë pagun për Serbisë për Turqisë, apo ja merr mendja që kryetari i komunës se kishte toleru një gjë tillë? Po edhe ka qenë i manipulum për i tyne, ka qenë për qëllime tyne, pse me kanë leju këtu. Kryetari i fesë islame na internova, këtë var Talibani, e ka marrë lejen këtu për atyne, pse meron ai kurthat na internovash kryetari i komunës. Po e quani Talibana e internova? Po Talibani është ai që na njom, se na ka flishtë të dhenë me xhamia, me elemete këtu. Po qka po ju pengojnë juve xhamia? Na pengoj se na duhem, na jemi popull shqiptar, nuk jena harap këtu. E ka flishtë me xhamia, ka flishtë. Ne jemi një popull që i respektojmë fetën njëra tjetra. Këta për kësë përdur në fejnë islami, për shumë se ka qenë islami që ka qenë tradicionë pa luftën, a më të është të kanë hi për pa bia në bonë, për kësë përdur Arabia, Serbia, sukur letër të aletit këta gjallarë të këta. Jo, si që po thoni që nuk janë të nevojshme shumë xhami në Prishtinë, apo? Janë vinë këtu, janë kritë me propaganda politike janë këtu. Kretë janë me propaganda, pagum janë këta Serbia, Turqia. Apo e besoni jo qëllimin e Naim Tërnavës që e ka vetëm për fenë islame? Po ka ai për fenë islame, për nëse është i shite në shtaj. Sa, kretë që të shërë ty në komunarë puna të marrë të naj konflikt. Ka la ka mund më qenë të naj ekses me së të.
panairi Arabisë Saudite po ju duket qëllim ose provokim? Kjo për na duket sikur me qenë një panairi Serbisë me na konë prunësët bujqisi këtu. Sikur Arabisë na nise i kema, anë si turko arabët dhe serb nise janë këta. Po nëse kish me qenë një fej tjetër, promovimet e një fes tjetër në sheshin e Prishtinës, a kish me qenë zemrimi juaj? Çfarë thje? Për shembull nëse kish me ndodh një panair për vlerat e krishtërizmit, a kish me qenë ky zemrimi juaj? Po nuk ish me qenë, po nuk ish me qenë, po punë se mas i ka qenë këtu fejës e caktume, asë i krishtime se kërku hiç s'ka E pas pse nuk ish me qenë zemrim nëse kish me qenë promovim i krishtërizmit, siç po e... Sa i pa qëllim për shembull i shorë këtu, a këta e kanë bo me qëllim. E ku petini ju që ata e kishin bo pa qëllim? Po e kishin bo se puna që ata nuk kanë pos propavi diçka për Skënderbejën, ama këta me propavi e kanë bo, se më kanë kona i ditë tjetër dhe të mojnë. Isha musht atë që këmojnë, a mëset që ka qenë e caktume që kjo, që ka qenë me pregaditje këtu. Pse milëshu aty 2 leje, milëshu për shamë kur ta kanë pas ditën, edhe kjo do të me qenë fest këmëtore 6 maj. Po. Për Gjergj Kastriutin për shembull. Po. Nëse më bën me ju pyet ndoshta një pyetje diçka personale, a muj me ditë cilit religioni përkesni? Unë? Po. E religioni shqiptari përkas. E cila është feja juaj? Shqiptaria është feja, ju në shqiptaria. Shqiptaria është feja juaj. Na do të mi zbatuen ato kërkesat e lirë dashme të. Siç duhet me kanë për juve një vajzë shqiptare, po edhe nëse është muslimane. Si me konë? Po, vajzë shqiptare muslimane, siç duhet me pas veshjen. Po nuk ka lidha atu, na kem qenë musliman, për shembull pa lufte, kem qenë, po s'ka pas as në bëlije, as nuk ka pas kurrë, po këtu ta kanë një rryma ndryshe rryma. Para lufte rryma ekstreme kanë hinë të pagum janë këtu. Rusë, serbë, arapo, turke, të kretë janë me propaganda qëllime tu. Kretë po tentojnë hapën hapi islami radikal me na tjetërsuni edhe si kom. Ta që ja ku mbi Kosovar, po ku kom Kosovar këtu? Jo na jena, do të me po zallim për Shqipnis, se na jena Kosovar, ata janë shqiptare. E na dojnë me postu se këtu plani është e këti një shkelësat Serbis, që me na tjetërsuni e me na po, këtu na me po zallim, ka dhe rryma këtu i ndigjeju në që se rryma ekstreme, jena s'ka nevoj më bashku me Shqipnis, ata janë pa feje, e na këtu e kemë fejnë tuën, fejnë muslimonë, na jem Kosovar, na s'kem përbashkë me ta. Kretë janë pagun këtu, kretë me në ardhë, me na tjetërsu kombin. Shamë i sheti këtu, tulli një, gjona që kanë orë, kretë me qëllimet saktume kanë orë këtu. E si që kish me qenë ma mirë sot ditëlindja Skënderbejut në sheshin e Prishtinës? Ditëlindja Skënderbejut kish me qenë se këtu me pas shqiptarë ma shumë këtu, edhe me morë pjesë dhe si aty këtu. Kretë nuk kanë disëm këtë pjesë, se kush asë një pej kryetore të në asë. Nuk kanë morë pjesë si të shtetë që këna po të avhesë aty në tërë po qërtë. Për përdhëse në gjakën e dëshmërve janë bo vegla Taliban me këta. Serbërusve janë bo këta, kretë. Kush janë Taliban për juve? Taliban që ta avhesë aty janë, kretë që ta që kanë bu që tonë sëtë, kjo kretë ka qenë e pagumë me prej Serbi, Rusi, Turqi, që për që ditë së ditë. Se këta e kanë ditë mirë si 6 maj në festë, edhe ato dojnë me posë festë 7 nëre me qenë për kombën tonë 6 maj.